modernizojmë arsimin. Do modernizojmë arsimin. Mësuesin do i vendosim në pjedestal. Bursa e studentit do t'jetë 200 euro. Mesatarja hiqet. Do bëjmë gjithçka për shkollimin, për punësimin e trive, për shtrehimin e tyre. Çiftet e reja do marrin grante 30.000 euro për të përballuar kredin. Dhe në rast se familja e tyre bëhet me 3 fëmijë, ai grant falet për gjithmonë. Krahas këtyre, Shqipëria dashtrohet në një epicentër teknologjisë lartë, të inteligjencës artificiale, data qendrave, internetit 3. Shqipëria do t'jetë një Shqipëri madhështore dhe u siguroj ju se ky projekt është konkret, është 100% i realizueshëm, kërkon mbështetjen tuaj me 11 maj. Miq, ne jemi në një regjim të pa shembull. Censur. Censura jashtëzakonshme. Mediat të ashtu quajtura kombëtare janë në kontroll të tmerrshëm nga qeveria. Mbrëm, Belin Klit ishte në televizionin shtetëror. Ndodhi ajo që s'ka ndodh kur, as në Kotra Mizalis. Çfarë ndodhi? E ftuan dhe filloi të fliste për programin, natyrisht të nxjerr nga një vjedhje të Ramës dhe të Lubi Ballukut të këtyre qeveritarëve. Absolutisht u ndërpret transmetimin mes. U futën reklama dhe u ndërpret transmetimi. Histori e turpshme, histori e cila edhe në pluralizëm, kur u vendos pluralizmi, Partia Push nuk bëri gjë të tillë. Çfarë bëjnë tani? Nuk i dërgojnë në televizion, në studio, për të ballafaquar me deputet tanë, deputet socialist. Dhe nxjerrin të ashtu quajturit opozitar të opozitës.